Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja jasharëve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më spjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak kësaj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë. Në paragrafin 6 të deklaratës suaj thoni se filloni të fokusoheshin në Kosovë në 6 muajin e parë të 98-s, kur morët raportime për sulmin e serbe ndaj familjes Jashari në Kosovë. Çfarë keni parë ju? Përgjigje. Unë shkova në Maqedoni, më duket se kanë qenë ditët e para të marsit, isha në Maqedoni, kishte një task force amerikane të vendosur në Maqedoni, që ishte vendosur para disa vitesh për të qëndruar në kufirin mes Serbisë dhe Maqedonisë. Quhej task force Able Century. Unë nuk kisha qenë asnjëherë atje, shkova ta inspektoja, ka qenë komandanti i kësaj pike për rreth 7 muaj, shkova atje, me njëherë më merr në telefon ambasadori amerikan në Shkup, Chris Hill konkretisht, dhe më thot, duhet të flisni me njëherë me presidentin Gligorov të Maqedonisë. Kisha dëgjuar raporte se ishte vrarë familja jasharëve, kishte shqetësime për këtë gjë. Po kur shkova të takoja presidentin Gligorov, ai më spjegoi se tani do të fillojë një konflikt për shkak kësaj. Kjo vrasje do të nxjisë një konflikt. Ai më tha, shqiptarët do të kundërpërgjigjen. Nuk do ta pranojnë këtë gjë ndodhi. Shqiptarët do të rezistojnë, do të kundërpërgjigjen kësaj vrasjeje. Mishetić, i lutem sekretarit seancës të nxjerrë në ekran provën materiale 1D00430. And let me just say, I had... Generali Clark. Unë e njihja presidentin Gligorov që prej periudhës së Daytonit. Ishim takuar disa herë me të në Shkup. Gligorovi ishte një person i arsimuar, kishte studiuar në Universitetin e Beogradit në 1939, fliste anglisht, gjermanisht, serbisht, frëngjisht. Ishte shkollar i vjetër me përvojë dhe ishte një person që kuptonte shumë thjesht situatën. Qoftë si pjesëmarrës, qoftë si vëzhgues, dhe ai po e kuptonte se çfarë po ndodhte në Evropën juglindore. Prandaj për mua ishte një person i besueshëm, edhe unë e mora seriozisht ato që më tha. Mishetić, kemi në ekran deklaratën tuaj. Do doja të shihnim paragrafin 7 të deklaratës suaj. General, General, në këtë pjesë të deklaratës suaj, flisni për faktin që pas kësaj, pas ngjarjes së familjes Jashari, përgjigje, nuk ju dëgjoj mirë, ju lutem ngrini zërin. Mishetić, në paragrafin 7, ju flisni që thoni që pasi u takuam presidentin Gligorov të Maqedonisë, fillua të përgatisni një plan veprimi, më falni. Çfarë ishte ky plan veprimi? Pse përcaktuat këtë plan veprimi? Përgjigje. Pasi u takuam presidentin Gligorov, kontaktova më njëherë Pentagonin. Të njoftoja Pentagonin dhe personelin përkatës atje dhe t'i paralajmëroja që Miloševići do të krijonte një konflikt të ri, do të çelte një konflikt të ri dhe u sugjerova që mbase duhej përsëritur paralajmërimi i ashtu quajtur i Krishtlindjes së 92-shit. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara thanë dhe NATO-ja thanë, po ne s'kemi asnjë politikë për Kosovën. Dhe gjatë periudhës mars-prill 98, sulmet serbe ndaj popullatës në Kosovë u rritën gjithnjë më shumë. U përshkallëzuan deri në pikën sa ministrat e jashtëm filluan të flisnin me sekretarin e Shtetit amerikane për këtë problem. Po sipas procedurave të NATO-s, nuk kishim asnjë autoritet pa pasur udhëzime politike. S'kishte plane konkrete. Fola me sekretarin amerikane të shtetit për këtë,
Nuk kam folur me asnjë ministër të jashtëm për këtë çështje, më udhëzuan Shtetet e Bashkuara të mos flisja me askënd tjetër.